Jemi në brigjet e Hollandës në verën e vitit 1967 dhe milioneri Stefan de Naerde po lëndron me jahtin e tij së bashku me gruan dhe 3 fëmijët e tij. Ka rënë nata dhe megjithëse jahti ndodhet rreth 5 kilometra larg nga bregu, sikur ngec diku. Stefani zbret të shohë se çfarë ka ndodhur dhe nuk i shkon në mendje se kjo do të shënojë një nga ngjarjet më fantastike të historisë ufologjisë, duke ja kaluar dhe asaj të zotit Alec Newell të Zelandës së Re, për cilën kemi folur. Nuk ka të bëjë me atë se është e vërtetë apo jo si ngjarje, por tregimi i Stefanit është mjaft intrigant për një ngjarje të tillë. Natyrisht që emri Stefan de Naerde është një pseudonim që e përdori edhe tek libri i tij. Emri i tij vërtet është Adrian Beers, drejtor në Den Haag i kompanisë Scania dhe jo vetëm. Që një industrialist i suksesshëm, pronar i kompanive shumëmilionce, inxhinier dhe arkitekt. Përpara se të botojë libri, ka dhënë vetëm një intervistë. Nuk ka dalë në publik, nuk donte famë dhe për një kohë të gjatë historinë e ka mbajtur të fshehtë, duke mos pranuar as para. I ftohtë si gjerman, për çdo pyetje ka dhënë përgjigje të saktë, pa u shmangur nga tema dhe pa shumë ekuivoke. Adrian Beers ka lënë një përshtypje të veçantë në raport me gjithë njerëzit e tjerë që kanë patur kontakte me raca jashtëtoksore. Dhe le të vim tek historia jonë. Duke lëndruar me gruan Miriami, djalin dhe vajzat, filluan të ndodhin gjëra të çuditshme në jahtë. Kompasi filloi të rrotullohej në mënyrë të pakontrolluar dhe Adriani nuk po kuptonte se ku qe problemi. Filloi të errësohej dhe i shqetësuar filloi të lundrojë duke drejtuar nga dritat e portit. Pa pritur, nga thellësia e detit filloi të shfaqej një ndriçim blu në të bardhë, që po e godiste pikërisht në fytyrë, ndërkohë që në errësi ndiej një si ekzistencë diçkaje, një strukturë e zezë që doli nga deti poshtë jahtit. Adriani dha gaz motorëve, për jahti nuk lëvizte nga vendi, sikur që ngjitur pas strukturës në det. Duke mos kuptuar asgjë, pa një si person që notonte në det me një si skafandër në kokë, me një shkëlqim argjendi. Uli shpejt varkën me rema, duke u drejtuar tek njeriu në det. Kur u afrua, vuri re se trupi që pa nuk qe njeri zakonshëm. U afrua fare pranë dhe mendoi se çfarë kërkonte një astronaut në det në ato orë të darkës, por pa pritur nga kaska e tij dori një dritë blu verbuese që nuk e linte të shite asgjë. E kuptoi se ky astronaut që tepër i rënd dhe pa pritur në ujë shfaqi një dritë e kuqe drejt së cilës u drejtua astronauti. Mjetin në New York dolin sipërfaqe dhe nga ai dolën 2 qenie me pamje të ngjashme me të parën dhe Adriani tashmë kuptoi se nuk qenë njerëz. Tek xhami i kaskës pa një si fytyrë kafshë me sy të verë, qenie të qenë të shkurtra, me krah të gjatë, dhe në atë moment ato bën një gest me dorë në shenjë falënderimi. Por Adriani u tmerrua nga frika dhe u përpoq të kthehet pas te jahti, por nuk mund të lëvizte as 1 centimetër. Ndërkohë 2 qenjet morën të parën dhe u zhdukën në thellësitë e detit. Vetëm tani Adriani kuptoi se pse ju prish kompasi. Jahti i tij gjende mbi një strukturë në formë disku, me një si kupol që qëndronte në ujë poshtë jahtit, që rreth 30 metra në diametër. Pas pak disku dolin sipërfaqe dhe kupola u hap dhe dolën 2 qenie të njëjta me skafandër rreth 1.5 metra të gjata. Fytyra nuk ju dukej. U afruan dhe qetësinë e natës e prish një zë. Flet anglisht. Nuk dëgjoi si pyetje, por si lajmërim. Adriani pohon dhe biseda vazhdon. Duam të falenderojmë që na shpëtove mikun ton. Zëri dëgjoi si transmetim radio. Kush jeni ju? Pyet Adriani. Ne vim nga një sistem tjetër diellor, nga një planet me emrin Iarga, 10 vite dritë larg nga ju, dhe po ju monitorojmë planetin tuaj për një kohë të gjatë. Takimi nuk është i rastishëm, sepse duam të shohim reagimin njerëzor dhe shfaqjes son. Dorin shikonin a e meriton të njeri kontaktin me ta. Pas një orë së parë, i thanë Adriani se kishin kohë që i monitoronin planetin ton dhe nuk shfaqeshin sepse nuk kishin moral në kuptimin ton të fjalës dhe nuk kanë ndonjë respekt për ne. Në shenjë falënderimi, i dhurua një copë metal të panjohur për civilizimin ton, me të cilin që ndërtuar anija të tyre kozmike. I lehtë dhe njëkohësisht aq i fortë, sa që nuk mund shkatërrojë me asgjë.
Të njëjtën gjë tha dhe Phil Schneider nëse kujtohet. Ky metal që teknikisht i pa vlerë për ne, përderisa nuk njohim teknikën e aktivizimit në atë gjendje që jo aktiv. Kur Adriani pyeti sa janë me inteligjencë njerëzit, u përgjigjën po. Ju keni probleme me luftrat, natyrën, florën dhe faunën, thanë ata. Pasi i pyeti për copën e metalit, raporti tyre Karshi Adriani ndryshoi thellësisht, duke i ofruar mundësinë për të njohur gjithçka për civilizimin, kulturën dhe planetin nga vinë, duke ftuar që të shkonte tek planeti i tyre. Minimumi duhej 2 ditë dhe Adriani nuk mund ta refuzonte këtë ofertë. Paralelisht, në jakt vajzat mendonin se kishin prekur një nëndecë, kurse e shoqja Miriami që në gjendje shoku dhe nuk besonte asgjë. Kishte frikë për sigurinë dhe jetën e tij dhe nuk ishte dakord me udhëtimin e shoqit. Qenit i thanë Adriani që të merrte ushqim dhe ujë. Të nesërmen, dera e diskut u hap dhe për Adriani që përgatitur një dhomë izoluar dhe sterilizuar, sepse kontakt fizik midis dy racave të ndryshme nuk është i mundur. Edhe komunikimi që i pamundur, sepse këto qenie komunikonin me një lloj folsi apo komunikuesi me frekuenca të veçanta. Duke patur parasysh që frika më e madhe e njeriut është frika nga e panjohura, e pyetën se a donte që t'i shikonte se si dukeshin, duke u përpjekur që ta qetësonin, duke i shpjeguar se është normalisht të ketë frikë, por se ata që ndesha mirë kundrejt tij. Dritari e dhomës ku e kishin futur filloi të qartësoi, duke i mundësuar Adriani që të shikonte brendësinë e anijës, kur papritur shfaq kjo qenie e çuditshme. Është një skicë nga libri i tij, e cila është shumë e përafër me të vërtetën. Qenjet ishin 1.4 me 1.5 metra, me një lloj qime të çuditshme si të fokave. Përpara Adrianit u shfaqen 8 qenie të tilla ndryshme nga njëra tjetra. Lëkura dhe syt reflektonin dritën e ambientit dhe Adriani mendonte se përshite një pamje artificiale, këmbë të shkurtra dhe muskuj të fuqishëm. Vinin nga planeti Jarga, por nuk thanë se nga kush sistem diellor vinin. Planeti i tyre që më i madh se toka dhe me gravitacion 3 herë më të fuqishëm. Presioni atmosferik që është 7 bar, me një koncentrim të madh amoniaku dhe azoti. 90% e planetit që me ujë, dhe ata jetonin për ishu në tokë në sipërfaqe kjo, që pothuajse sa e Australisë, pra rreth 8 milion kilometrë katror. Si planet gjante me Saturnin, veç se kishte 2 unaza. Kishte atmosferë të dendur me era që fryjnë me intensitet më të vogël se në tokë, por me stuhi mjaft fuqishme të pakuptueshme për ne. Pa mbrojtje, ne nuk mund të jetonin dot në atë planet. Kjo racë ka përjardhje nga ujra dhe lëkura kaqime të shkurtra. Oqeanët e tyre kishin ngjyrë jeshile dhe në pjesën më të madhe të kohës, planeti kishte një mjegull jeshile, kështu që nuk mund shihnin diellin, yjet dhe universin. Planetin tonë e quajnë jashtëzakonisht të shëndritshëm. Kishin ditë të gjata para natës dhe anasjetër, si rezultat e rrotullimit të unazave përreth planetit. Adrianit ju ofrua dije nëpërmjet një pajisje holografike. Nuk punonte vetëm me principin e fotove 3D, por nëpërmjet një lloji rrezatimi të veçantë, futej dije direkt në trurin e njeriut, e cila mbeti aty si kujtim i veçantë. Nëpërmjet kësaj pajisjeje, Adriani u njoh me planetin dhe civilizimin e tyre. Si fillim mbeti i zgënjur, sepse priste të dhëna teknike për disje fluturuese, si dhe mënyrën e funksionimit të energjisë së tyre. I thanë se këto qenie kishin dijet panevojshme për civilizimin njerëzor, sepse teknologjia është gjë e fundit që duhet civilizimit tuaj. Nuk ka kuptim të luani me sonda që dërgonin në Mars, ndërkohë që gjysma e planetit është e varfër dhe e uritur. Që ne në këtë sipërfaqe të vogël toksore të mund të ushqejmë të mirëmbajmë. U përpoqen ti tregonin Adrianit se çfarë bënte mjaft të zhvilluar një civilizim dhe se çfarë është e domosdoshme për zhvillimin e civilizimit ton, që një ditë të jenë gati për një kontakt të hapur me civilizime të tjera. Ata nuk kishin para dhe jetonin në banesa në formë cilindrike me diametër 300 metra dhe lartësi 135 metra. Këto banese kishin kapacitet për 10.000 vetësh. Në libër ka përshkrime të hollësishme të organizimit të jetës në këto banesa.
qytetet tëra me ndërtesa të njëjta të lidhura me njëra tjetrën. Jetëgjatësia e godinave parashikoi më e madhe se 1000 vjet. Ishin të fiksuar me efikasitetin dhe çdo gjë që ndërtuan në mënyrë ekonomike. Adriani u çudit që nuk pa shtëpi të veçanta siç kanë të pasurit të themin planetin tonë. Ata e shohin këtë si shpenzime të tepërta të burimeve, ndërkohë që këto burime mund t'i përdorin në bujqësi. Nuk kishte as të pasur dhe as të varfër, të gjithë qenë njësoj. Liria dhe e drejta që e filozofia e tyre, që diçka normale dhe universale. Adriani nuk pa në planet as në një avion që fluturonte nga ishulli në ishull. Ata mendonin se udhëtimi me avion është jo efikas dhe nuk plotëson nevojat e një numri të madh popullsisë. Ne njerëzit e mbajmë vete inteligjent duke u thuar me avion të cilët ndotin pa pushim planetin. Si e zgjidhen ata këtë problem? Një rrjet i madh prej mijëra dhe mijëra kilometra shekullulla që përshkrojnë gjithë planetin si në tokë, ashtu edhe në det. Kapaciteti udhëtimit që 1.364.000 udhëtar në orë për çdo ditë me shpejtësi të mëdha, duke përdorur trenat magnetik. Adriani u përpoj të llogariste se sa do të shtonte ky rrjet në tokë, dhe llogaria i doli astronomike. Por ta ky nuk që një problem, sepse ata i llogarisin veprat e tyre për mijëra vjet. Ishin aq të fiksuar pasi efikasitetit, saqë dhe dorezat e dyerve të vagonëve i kishin llogaritur të punonin për të paktën 100 vjet. Folën për filozofin, fen, edukimin e fëmijëve, për dashurinë dhe seksin, dhe në fund i shpjeguan se me çfarë principi punonin objektet e tyre fluturuese. Adrianit i treguan procesin e prodhimit të këtyre disjeve planetare, që në fakt nuk qenë të tillë. Kishte indiferencë të madhe midis tyre. Një pjesë e objekteve fluturuese që e lidhur ngushtë me lëvizjen e vetëm në planet, dhe për këtë arsye që e lidhur ngushtë me fushën gravitacionale të planetit. Këto disje nuk fluturonin dot në univers. Teknologjia e disjeve që fluturonin në univers, që e komplet ndryshe dhe Adrianin e quan të hangarit ku prodhoshin këto disje. Hangar ky me diametër prej 300 metrash. Disje fluturuese që ata i quanin rrota diellore, sepse teknologjia e përdorur për prodhimin e energjisë funksiononte si procese që ndodhin brenda në diell, si dhe përreth tij. Duket sikur teknologjia e përdorur nuk është aq përpraruar, saqë të themi teknologjia e përdorur tek disje fluturuese që na tregoi Bob Lazari, nëse ju kujtohet. Anijet e dyre nuk qenë aq të shpejta dhe i duhej një kohë gjatë për të përshkruar distancën nga planeti i Jarga deri në tokë. Forma diskore e anijes që e domosdoshme për mënyrën e fluturimit. Anija M nuk hyn kurrë në atmosferën e planeteve të tjerë. Për këtë shërbejnë disje më të vegjël. Këto disje fluturuese për arsye të reaktorit lëshojnë një nxehtësi të madhe, duke ionizuar ajrin përreth nëpërmjet rrezatimit, duke pamundsuar kështu shikimin e tyre me sy të lirë, sepse duken si dritë fuqishme rrethore. Pas 20 vjetësh nga kjo histori, Bob Lazar foli për të njëjtën teknologji. Kur i pyeti për besimin e tyre, ata i thanë se i dinë mësimet e Jezu Krishtit, dhe se Adriani si krishter që ishte, nuk po jeton me mësimet e Jezu Krishtit. Libri i Adrianit u botua në 1969, në kulmin e ideve komuniste, dhe zgjidhja që këto qenie kishin dhënë problemit të transportit dhe jo vetëm, që e mrekullueshme, pavarësisht që duke si komuniste. Çfarë thot Adriani për mënyrën si e kaloni informacionin? Mënyra që ata përdorin që e ndryshme nga mënyra që përdorim ne në tokë. Transferimi i dijes bëhet materialisht dhe kjo formë mund të përforcohet teknikisht. Mund të indukton një mutacion në memorie, mendimin e radiacionit siç e bën me mua. Më vonë përpara një ekrani të madh, tek i cili pash pamje 3D. Dhe asaj procedure i dhan radiacion pas zë dhe figurë, e cila mbarte info, që sikur shikojnë nga dritarja një realitet tjetër. Komunikonin nëpërmjet aparatit zëri, një sistem elektrik që është i njohur edhe tek ne. Nuk mund të komunikojë direkt me ta për arsye të diferencës së frekuencave, sepse ata komunikojnë me gjatësi valin më të gjatë se tonë. Ata flisin anglisht, gjuhë që e kishin ekstraktuar nga komunikimet tona para se gjitesh në radio dhe në TV. Shfrytëzon një pajisje për përkthim
që riprodhonte fjalët e shkurtra dhe zërat nga raca jonë. Mlidhin fragmente në aparat, të cilët më pas ishin gati për riprodhim kur që e nevojshme. Kishte një pauzë për 1 minutë nga pyetja në përgjigje. Pyetën ilustratorin teknik zotin Das, i cili arriti të realizonte ato skiqe që u përdorën më vonë për librin, një profesionist i fushës ky. Ai thot, shumë njerëz më kanë takuar kohët e fundit dhe një nga ata që edhe Adriani. Gruaja më tha që të lexoja librin që kishte 2 javë që kishte blerë. E çuditshme tek këto qeni nuk qet trupi, por këmbët e tyre shkurtra dhe masive. Ecnin me kujdes, me një ecje të çuditshme sikur dribloni, ndërkohë që me krahët e gjatë mbanin ekuilibrin. Kur thën driblim, keni parasysh hapa të shkurtër? Pyet gazetari. Po, hapa shumë të shkurtër siç ecin xhuxhat. Në fytyrë janë të çuditshëm. Lart në ballë ka një si të thelluar që të lë përshtypjen në 2 pjesë të ndara të kafkës. Kanë vesh të gjatë si të qepur pas kokës, të cilët i shërbejnë për të kapur frekuencat e larta të një rreziku që i afrohet planetit. Sytë e tyre nuk kanë bebe, dhe kanë një ngjyrë të bardhë dhe të verdhë dhe ndodhen thellë në ballë. Kanë shumë pak qime në kokë, e nuk kanë nevojë për qethje apo ruajtje. Kanë një ngjyrë flokësh gri, kafe errët, gri e shkëlqyeshme dhe të bardhë. Nuk kanë dhëmë si ne, por proteze artificiale. Ju rekomandoj anglisht forca që ta lexoj librin, se është thjesht i mrekullueshëm. Ka detaj që unë nuk mund t'i përshkruaj këtu. Që ta përmbledhim. Holandezi Adrian Beers, që përdori pseudonimin Stefan de Naerte për të ruajtur identitetin e tij, botoi një libër në 1969 të quajtur The Universe Speaks, ku përshkruan takimin e tij me qenë nga një planet të quajtur Jarga. Ky planet ndodhet në një sistem ujor brenda galaktikës sonë dhe ka një atmosferë shumë të dendur dhe një sipërfaqe të mbuluar kryesisht nga oqeane. Qenjet jetojnë në një shoqëri të barabartë ku nuk ekziston varfëria, pronësia personale apo konkurrenca. Çdo gjë është e bazuar në efikasitet, bashkëpunim dhe ndershmëri kolektive. Ata i thanë Adriani se njerëzimi po ecën drejt vetëshkatërimit për shkak të egoizmit dhe lakmisë. Zhvillimi teknologjik pa zhvillim shpirtëror është rruga drejt katastrofës. Njerëzit duhet të mësojnë të jetojnë në ekuilibër me planetin dhe me njëri tjetrin, duke vlerësuar jetën dhe shpirtin mbi materializëm. Ata i treguan se universi është plot me civilizime të tjera që kalojnë për faza evolutive shpirtërore dhe se toka është ende në fazën fillestare. Ajo është një planet adoleshent që po kalon nëpër krizën e vetdijes shpirtërore. E gjithë jeta në univers udhëhiqet nga ligji i zhvillimit. Çdo ras duhet të mësojë të tejkalojë egon. Civilizimi ndahen në 3 faza evolutive: instinktive egoiste, siç jemi ne sot, racionale etike, universale shpirtërore. Në këtë fazë qenjet bëhen bashkëpunëtorë të vetkrijuesit, duke krijuar botë të reja. Udhëzimi i tyre për njerëzimin ishte i qartë. Ju nuk mund të shpëtoni botën duke ndryshuar sistemin, por vetëm duke ndryshuar veten tuaj. Kur Adriani u zgjua, disku ishte zhdukur, por brenda tij mbeti ndjenja se universi flet, dhe se diku midis yjeve ekziston një rast që e ka arritur atë që ne ende kërkojmë, bashkëjetesën e shpirtit, me arsye. Ishi tek bota e fshehtë, aty ku logjika lihet me janë dhe primatin tek trupi ynë e merr vetë dia. Mos harroni të regjistroni dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.